Protesta stafit të higjienës në Spitalin e Përgjithshëm i Sagrezda në Gjakov ka nxitur reagimin e drejtuesve të këtij institucioni shëndetësor. Punëtorët e higjienës kanë protestuar një ditë më parë, duke kërkuar pagesat të vonuara të pagave, ndërsa sot drejtori i spitalit, Hilmi Shala, ka dhënë sqarime publike lidhur me situatën. Sipas tij, që nga viti 2009, shërbimi i higjienës në këtë spital është i privatizuar dhe nuk menaxhohet drejt për drejt nga institucioni. Shala theksoi se spitali nuk ka staf të higjienës të punësuar dhe se të gjitha shërbimet e pastrimit realizohen përmes kompanive private, të cilat përzgjedhen përmes procedurave të prokurimit publik. Siç e dini, shërbimi i higjienës nga viti 2009 në Spitalin e Gjakovës është i privatizuar. Pra ne nga viti 2009 nuk kemi asnjë staf të higjienës që punon në spitalin tonë. Nga ky vit, Spitali i Gjakovës gjitha shërbimet e pastrimit i realizon përmes procedurave të tenderit, pra përmes prokurimit që kryhet nga firmat private të cilat i fitojnë kontratat. Ndërkohë këto firma pastaj lidhin kontrata me staf të higjienës, me staf të ndryshëm, që nuk është në domenin tonë ose në kompetencat tonë, me cilët punëtorë ose me kanë i lidhin këta kontrata. Pra, Spitali i Gjakovës, që ta qartësojmë, nuk ka asnjë staf të higjienës nga viti 2009. Ky shërbim në spitalin tonë është i privatizuar. Ndërkohë, drejtori pranoi se punëtorët kanë të drejtë të protestojnë, por sqaroi se përgjegjës për pagesat është punëdhënësi i tyre dhe jo spitali. Mendoj që kanë të drejtë, për arsye se nuk janë marrë pagat nga punëdhënësi i tyre, jo nga spitali. Pra, ta kemë qartë për opinionin publik dhe për të gjithë, se Spitali i Gjakovës nuk i ka borxh askujt deri në këto momente. Sipas tij, Spitali i Gjakovës nuk ka asnjë borxh ndaj asnjë punëtori të higjienës. Ai gjithashtu u bëri thirrje përfaqësuesve sindikal që kërkesat i adresojnë tek operatorët ekonomik përgjegjës. Unë kisha apelu te kryetari i sindikatës, pra që është ai Sufazemi, që ankesat ose kërkesat i drejton në drejtim të operatorit ekonomik, që është Krasniqi SHPK në këtë rast, jo ndaj spitalit, sepse spitali nuk ka kontratë me asnjë nga stafi higjienës. Po ashtu dhe organet mbikëqyrëse për punëtorët, për të drejtat e punëtorëve, siç është Inspektoriati i Punës, administratat tatimore edhe organet e tjera, të marrin masa ndaj këtij veprimi, për shkak se javë kanë vanu pagat për stafit të higjienës. Stafi i higjienës, të cilën dje ishin në grevë, tashmë kanë pranuar pagat e tyre dhe greva është ndërprerë. Në situatën ngjashme ata janë gjendur edhe herave tjera.